Një lajm tronditës ka qarkulluar në rrjetet sociale dhe në mediat online, duke lënë të shokuar fansat e reality show të njohur Big Brother Brasil. Sipas raportimeve që po qarkullojnë në internet, ish banorja e këtij formati shumë të ndjekur e identifikuar si Gabi Martinez është gjetur pa shenja jete në banesën e saj vetëm 4 javë pas daljes nga shtëpia e famshme. Ngjarja thuhet se ka ndodhur në banesën e saj, ku ajo jetonte prej disa kohësh pas përfundimit të eksperiencës në reality show. Sipas informacioneve paraprake që po shpërndahen në media dhe rrjetet sociale, personi është gjetur pa shenja jete nga familjarët, të cilët kishin humbur kontaktin me të për disa orë dhe kishin vendosur të kontrollonin gjendjen e saj. Burime pranë familjes kanë deklaruar se situata ka qenë shumë e rëndë dhe tronditëse për të gjithë të afërmit. Ata kanë mbetur të shokuar nga ajo që kanë gjetur në banesë, ndërsa menjëherë është njoftuar edhe ndihma emergjente. Sipas raportimeve fillestare, ekipet e urgjencës kanë mbërritur në vend ngjarje pak minuta pas telefonatës, por fatkeqësisht nuk kanë mundur të bëjnë asgjë për ta rikthyer në jetë. Mjekët kanë konstatuar se ajo nuk kishte më shenja jete në momentin e mbërritjes së tyre. Ndërkohë, autoritetet